Me rastin e 9 vjetorit të shërimit, në stadiumin kombëtar Qemal Stafa të kryeqytetit, u zhvillua ndeshja miqësore ndërkombëtare e futbollit në mes të skuadrave përfaqësuese të Republikës Popullore të Polonisë dhe Republikës Popullore të Shqipërisë. Minuti 14, skuadra shqiptare prap në sulm. Gjuan Borici. Gol. Në minutën e 35, tanët përsëri sulmojnë. Resmja derdhët përpara. Shut. Shimkovjak nuk e mbrojti dot portën e tij. E ka topin Deda. Shut. Edhe një herë, Jareci humb një rast të mirë për të shënuar. Me gjithë sulmet dhe kundërsulmet që vazhduan, rezultati mbeti i pandryshuar. Arbitri Andor Dorogi lajmëron mbarimin e ndeshjes me fitoren e merituar të futbollistëve të Shqipërisë, që u zhvilluar në një atmosferë miqësore dhe të përzemërt nga ana e të dy skuadrave.